kishte një rendite strikt të përcaktuar. Atë që ka shqetësim çdo qytetar shqiptar sot. Edi Rama dhe Lubi Balluku janë kapur të dy në flagrancë në një mega vjedhje në tunelin e Llogaras, gjithashtu dhe në aeroportin e Vlorës. Ata janë të dy peng të njëri tjetrit. Kjo mbledhje kishte si qëllim për të diskutuar dhe për të bërë transparent shqiptarëve për faktin që Edi Rama drejtësinë ose e ka nën kontroll, ose në momentin që dikush e refuzon, ai del dhe sulmon. Sulmi i këtyre ditëve, presioni që është bërë gjykatës kushtetuese për ta nënshtruar dhe që në fund nënshtroi, tregon që në fund në Shqipëri reforma drejtësi ka vdekur dhe Edi Rama është drejtësia, Edi Rama është ekzekutivi, Edi Rama është media në Shqipëri, Edi Rama është legjislativi, por është edhe narkos në Shqipëri. Dhe për këtë arsye, ne do t'ju bëjmë thirrje shqiptarëve sot që të gjithë me datën 22 dhjetor, ditën e hënë, në ora 17 të vërshojnë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Një protest pa kthim, pa ndalim, një protest që do të jetë persistente. Pra nuk do jetë vetëm një protest, ne do të vazhdojmë ciklin e protestave derisa qeveria teknike të trokas në vendin tonë dhe të largohet narkosi dhe t'i hapet rrugë zgjedhjeve të lira, sepse jemi një vend, i vetmi vend në Europë që nuk zhvillojmë zgjedhje të lira, por zhvillojmë farsë. Dhe pas zgjedhje të lira, kuptoni një gjë, pas zgjedhje të lira, asgjë tjetër nuk ka kuptim dhe as demokracia, as pluralizmi. Zotë Noka, ju është kërkuar dorëheqja sot në mbledhje? Tani, unë po flas këtu për agjendën e demokratëve dhe të opozitarëve. Ju po flisni për agjenda jashtë partijake të cilat janë në shërbim të qeverisë. Por, sot dorëheqja vetme që kërkohet nga gjithkush në këtë vend është dorëheqja e Edi Ramës. Asgjë tjetër nuk e stabilizon Shqipërinë dhe asgjë tjetër nuk i stabilizon dhe nuk i qetëson shpirtrat e shqiptarëve të vjedhur, të dhënuar, të gjakosur, të shpopulluar dhe të varfruar. Tani, dorëheqja ime apo dikujt tjetër këtu qetëson vetëm një gjë, Edi Ramën dhe shërbëtorët e tij. Kjo është më se e qartë dhe më se evidente, sepse ky është një realitet. Janë shërbëtorët e Ramës ata që u kërkon dorëheqjen për firmat që janë dhënë për avokatin e popullit, ne kemi kërkuar ndjes. Ju ndiheni përgjegjës, ju personalisht. Të lutem, kini durim. Pra, kini durim, Partia Demokratike në nëmërmjet kryetarit ka kërkuar ndjes publike dhe do ta sqarojmë këtë gjë. Sigurisht që kanë filluar dhe kanë kërkuar ndjes edhe shumë nga firmëtarët dhe ky proces po vazhdoi. Ndjesa është ndaj demokratëve, ndaj qytetarëve. Për çfarë është ndjesa? Ndjesa është për arsye se në ngutje sipër ose në një moment emocional kur ishte çështja bashkisë Tiranës, të lutem. Firmat janë dhënë në dhjetor. Ata mbaroj, po, prit 2 javë mbasi janë anulluar gara e Tiranës. Mleni ta mbaroj. Jo, çfarë është gjë shumë e thjeshtë, çfarë. 2 javë mbasi është anulluar gara e Tiranës janë dhënë. Shumë njerëz, po them, shumë kolegë të mi, nën emocion, pse Shabani kishte ofruar si mbështetje ndaj kandidatit të përbashkët të opozitës, mbase janë ndikuar. Ata mbaroj, Mleni te mbaroj. Pra, ju sqaroj, është një ndjesë. U zhbën me 12 ditë. Tani kam një pyetje të përgjigjem ty apo ti. Duroni, keni durim. Atëherë. Po, ju a them unë. Sot në mbledhje kanë thënë 5 deputet që i ka telefonuar dhe e pranoi dhe vetë Sarjani. Madje ka gojdhëna që vetë Grida është negociatorët e Rama për Endri Shabani. Gojdhëna, ka gojdhëna. Tani, kjo është histori që nuk i intereson. Ju sqaroj. Flamur Noka. Një sekond. Flamur Noka. Në cilësinë e sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike dhe të deputetit. Ka debatuar me çdo firmëtar. Ka qenë kundër dhe është kundër. Flamur Noka ka një vullnet të shprehur tek Adriana Kalaja, Besim Dërgjoni dhe anëtarët e tjerë. Flamur Noka, po e përsëris,
ka qenë kundër dhe ka debatuar me çdo firmonjës dhe në mbledhjen e grupit kam qenë nga të vetmit që kam kërkuar llogari për këtë gabim që është bërë. Ky është qëndrimi im personal në raport me këtë çështje që po thoni. Por për sa i përket qëndrimit politik të partisë, ne kemi kërkuar ndjes për një firmë e cila ishte për një fazë praprake, po jo për seleksionim kandidatësh, dhe ju mediat keni një ndikim jo fort të pakët në këtë gjë, duke e paraqitur si fakt. Duke paraqitur si fakt, jo fakt. Jo fakt. Procedurën parlamentare nuk është e nevojshme për të dëgjuar në Komisionin e Ligjit dhënia e firmave, ndërkohë që ju i keni dhënë firmat në atë fazë, i keni dhënë firmat jo vetëm në atë fazë, por dhe me datë 2 dhjetor. A mund na sqaroni Elda, e përshëndes. Elda, tani çdo kush, shiko, t'ju sqaroj një gjë. Çdo njëri nga kolegët e mi firmonjës ka kërkuar ndjes dhe po kërkon ndjes. Për një gabim i cili u tërhoq, më fal, jo, sepse do t'i themi shqiptarëve një gjë. Pa u tërhoqën me datën 2, po ju them unë, me datën 2 dhjetor. Kreu i grupit parlamentar, në emër të grupit parlamentar, me vendim të grupit parlamentar, ka dërguar një kërkesë në Kryesinë e Kuvendit ku kërkon të tërhiqen firmat dhe aty të kjo kërkesë është çdo firmë e çdo deputeti të Partisë Demokratike kërkon tërheqjen e firmave. Neni 72 i rregullores Kuvendit, e them për shqiptarët se ju besoj dini, saktëson se deri në momentin që një dokument, një akt normativ apo vendim shkon në Kuvend, deri në atë moment e drejta është për ta tërhequr. Pra, të lutem. E dimë që kemi narkosin, këtu ke drejt. Ne e dimë që kemi narkosin. Atëherë, ju thoni shqiptarëve, ju thoni edhe ju mediat shqiptarëve që narkosi kishte vendosur zgjedhjen e Endri Shabanit dhe me apo pa firmat, firmat u tërhoqën. Ligji dhe rregulloria njeh tërheqjen. Ju tani po bëni avokatin e narkosit. Jo. Partia Demokratike dhe ju personalisht e keni përmendur prej vitesh Suel Qelën me emër. Në mbledhjen e kryesisë sot është përmendur Suel Qela mes jush. Antar të kryesisë mund të kenë takuar Suel Qelën. Pse duhet që në Partinë Demokratike në kryesi të diskutohet emri Suel Qelës për takim antar të kryesisë? Ju a themun, u diskutua sepse kemi pasur ankesa që nga Elbasani që Suel Qela është angazhuar për të telefonuar, pra për të kësënuar dhe shantazhuar demokrat që të mos merrnin pjesë në foltorin e Sali Berishës dje, por të marrin pjesë në një foltore tjetër të nesërme të pastër se nuk e di datën saktë. Ka emër kush e bën foltoren? Këtë po ju them kaq. Dhe këtë gjë sigurisht ky është një shqetësim sepse çfarë është? Pse ne kemi bërë publik në kohë. Ne kemi thënë që kundër Partisë Demokratike është regjimi i Edi Ramës, janë kartelet dhe një nga kartelet që kërkon këtë gjë është ai i Elbasanit. Ne jemi në luftë hapur me të. Ju jeni dëshmitar, po ka një njeri në këtë tokë pas Sali Berishës që ka drejtuar gishtin ndaj karteleve dhe ndaj Suel Qelës, si njeri të përfshirë, jo vetëm trafiqe, por edhe në pazaret pista dhe elektorale me rilindjen, është Flamunoka. Dhe ju jeni dëshmitar se në ekranet tuaja kam bërë unë këtë betejë pareshtur prej disa vitesh. Por unë nuk mund të, kjo s'më ndalon dot që ta them edhe brenda kur unë kam informacione që kjo po ndodh. Dhe kjo është, shikoj, jemi Parti Demokratike, ne diskutojmë çdo gjë. Ne nuk kemi asgjë për të fshehur. Me që jeni Parti Demokratike, mund t'ju bëjë një pyetje sonë dhe për të kërkuar shumë pjesë. Ju protestoni për shkak se Belinda Balluku rikthyen në qeveri, si numri 2 qeverisë. Dhe për këtë ka ndikuar specifikisht vota një gjyqtare kushtetuese, quhet Sonila Betja. Keni një shpjegim ju pse kjo gjyqtare ka qenë në favor të qeverisë në këtë rast zonjës Balluku? Shiko, bëjt fala Carlos. Ja mund të bëjt fala vet, po ju mos të shpjegoni se një gjyqtare e mbrojtur nga ju, e emëruar nga opozita apo kundër qeverisë. Ne kemi pyetjet tona. Ju asnjëri. Sonila Betën e keni mbrojtur. Po mirë, ju s'keni durim që të bëj humor unë pak? Po keni durim. Tani do ju sqaroj një gjë. Am pyetur seriozisht shumë. Atë ju sqaroj, keni durim. Dëgjoni ti sqaroj. Tani çdo gjyqtar atje
që është në atë karrige nuk ka shkuar me vullnetin e Partisë Demokratike dhe nuk përfaqëson as Partinë Demokratike, as një opozitar të këtij vendi. Që të jemi të qartë. Të gjithë përfaqësojnë vullnetet e narkosit dhe të regjimit dhe narkoregjimit. Pse? Më fal një sekond. Do t'ju them pse. Reformën drejtësie votuam të gjithë bashkë me 140 vota. Por 6 ligjet që prodhuan këtë narkoreform sot dhe që është i bërë Edi Rama. Jo, unë kam folur gjithmonë, shiko. Unë flas seriozisht dhe tamam se nuk jam turp. Unë flas seriozisht. Jo, unë nuk e njoh, shiko. Sonila Betja dhe çdo njëri nga anëtarët e gjykatës kushtetuese nuk ka as i njohje, as i lidhje me Partinë Demokratike. Kështu që unë e kuptoj dëshirat për t'i veshur opozitës edhe fajin që s'qeveriset mirë, edhe fajin që vjedhe Edi Rama, edhe fajin që këtu kartelet janë ngritur i lejet e opozitës, edhe fajin që poshtë popullohet Shqipëria i lejet e opozitës nga mediat, por më vjen keq. Ju lutem konsiderojeni fakti që është fakt. Atje asnjë gjyqtar, asnjë prokuror në Republikën e Shqipërisë dhe e din gjithkusht sot, nuk ka nevojë t'ja them unë, nuk ka lidhje dhe s'ka pasur lidhje me Partinë Demokratike. Madje po ju them unë, koha vërtetoi që reforma u bë për të heqë çdo njeri i cili ka mendim ndryshe nga narkosi, jo më që të kishte lidhje me Partinë Demokratike.